Dosja personale e Elion Mustafajt, aktualisht drejtuesi i prokurorisë së Fierit, po zbulohet si një shembull i qartë i dyfishtë i dështimit të reformës në drejtësi. Një prokuror i kallëzuar 7 herë për korrupsion, lidhje me krimin dhe falsifikim dokumentesh, por i mbajtur në detyrë me bekimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Komisionit të Vettingut. Sipas dokumenteve të siguruara nga pamfleti, në dosjen e tij personale, Mustafaj ka deklarime kontradiktore për periudhën e arsimimit dhe punës. Ai ka deklaruar se në 1 maj 2004, në moshën 24 vjeçare, ka filluar punë si kancelar me kohë të plotë në prokurorinë e Durrësit. Ndërkohë në të njëjtën periudhë ka deklaruar se ndiqte studimet universitare me kohë të plotë në Universitetin e Tiranës gjatë viteve 2003-2007. Nuk ka deklaruar fakultetin, profilin apo specializimin e diplomës. Asnjë dokument zyrtar nuk konfirmon përfundimin e studimeve apo mbrojtjen e diplomës. Për më tepër, ai deklaron se në të njëjtën periudhë ka përfunduar edhe një master shkencor, megjithëse ende nuk ishte mbaruar studimet bazë universitare. Këto mospërputhje do të mjaftonin për të ngritur dyshime të forta për falsifikim diplome, por asnjë organ shtetëror nuk ka ndërhyrë për ta verifikuar. Në vend që të pezullojë për hetim administrativ, Mustafaj u emërua më 9 qershor 2023 drejtuesi i prokurorisë së Fierit me firmën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Karriera e Mustafajt në sistemin e drejtësisë ka qenë një rrugë vertikale e shpejtë, por e mbështetur në lidhje personale dhe politike, jo në merit profesionale. 2004-2007, kancelar në prokurorinë e Durrësit, 2007-2010, oficer i policisë gjyqësore, 2011-2016, prokuror në prokurorinë e Durrësit, 2017-2022, prokuror i prokurorisë së Përgjithshme, 2023, drejtuesi i prokurorisë së Fierit. Në gjitha këto pozicione, Mustafaj ka pasur kallëzime për korrupsion, abuzime detyrën, fshehje pasurie dhe favorizim të personave nën hetim. Pamfleti ka publikuar më herët 7 kallëzime penale, mes tyre për favorizimin e një personi të dënuar për grabitje në Angli, ku bashkëshortja e Mustafajt punon si administratore në kompaninë e tij. Ndërhyrje në dosjen Bankers Petroleum, duke hequr nga hetimi gruan dhe vajzën e shefit të tij në prokurorinë e Përgjithshme. Lidhje të drejtë për drejta me biznesmen dhe avokat të përfshirë në dosje të SPAK, konflikt interesi në hetime për krime ekonomike dhe pastrim parash. Me gjithë këtë bagazh, Komisioni i Vettingut e konfirmoi në detyrë Mustafajin, pa analizuar as deklaratat e rreme të arsimimit, as lidhjet familjare me persona të dënuar jashtë vendit. Kjo vendimarrje në shkelje të ligjit tregon se procesi i Vettingut nuk është filtruesi i integritetit, por mjet selektiv politik që ruan njerëzit e bindur në sistemin e drejtësisë. Burime të besueshme i than pamfletit se Elion Mustafaj është në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit për shkak të dyshimeve për korrupsion, ndërhyrje në hetime dhe lidhje me persona të shpallur non grata. Megjithatë, ai vazhdon të drejtojë një nga prokuroritë më problematike të vendit, Fierin, zonën e njohur për përplasje politike, interesa të mëdha ekonomike dhe lidhje të forta mes politikës dhe krimit organizuar. Në fund, rasti Elion Mustafajt është përmbledhja perfekte e hipokrizisë së reformës në drejtësi. Një prokuror me diplomë të dyshimt, lidhje me të dënuar jashtë vendit, 7 kallëzime penale dhe mbështetje politike, që jo vetëm nuk ndëshkohet, por promovohet. Në një sistem ku meritokracia është farsë, Elion Mustafaj është simboli i drejtësisë që mbron veten, jo ligjin.